Lorenz, a ke vënë re ti vitet e fundit janë shtuar, apo kanë mbetur në njëjtë nivel, apo kanë rënë bashkimet familjare? Bashkimet familjare kanë rritje. Kanë rritje të vazhdueshme sepse është rritur numri i popullsisë i shqiptarëve në të gjitha mënyrat, qoftë me llotarim, qoftë me personat që janë këtu dhe gjithë ata pastaj duan t'i bëjnë bashkimin familjar familjarëve të tyre dhe kështu është rritur në mënyrë të ndjeshme numri i bashkimeve familjare në Shtetet e Bashkuara. Kam edhe një pyetje për ata që ndodhen aktualisht me viza emigracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull, apo vazhdon adjustment of status, a mund të aplikojnë për të, apo janë edhe ata afektohen nga pezullimi? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Në fakt, nuk ka asnjë lloj kushtëzimi apo pezullimi për personat që vinë me vizën turistike dhe pas 90 ditëve i ndrohet mendja dhe aplikojnë për ndryshim statusi. Pra edhe pse janë shqiptar të Shqipërisë apo të Kosovës, pra nga 75 vendet që është pezulluar për momentin viza, këtu në Shtetet e Bashkuara nëse kërkojnë të bëjnë ndryshim statusi, këto po vazhdojnë rregullisht.